E drejta ndërkombëtare ka humbur forcën e vet, mund ta marrim edhe në atë që janë rregullat që mbas viteve 90, kur u shpërbën ato që ishin blloqet, duke filluar pjesa e Jugosllavisë, mënyra se si u luftrat dhe çfarë prodhuan, dhe pjesa tjetër pastaj mbas viteve 2000 të territoreve gjithmonë në konflikt lindjen e mesme, duke futur më pas në dekadën e fundit dhe Ukrainën me Rusinë që le të themi është apoteoza për sa i përket forca si mund të ndikojë në modifikimin e kufive. Siria është pak atipike sepse Siria këto 14 vitet e fundit u nis si një luftë civile e mbrëmshme dhe përfundoi në një katastrofë përveç humanitares, ku të gjithë shtetet ndërkombëtare të fuqishme eksperimentuan forcën e tyre aty. Mund ta themi që në Siri kanë ndryrë gjithë. Franca, Anglia, Rusia, Turqia, Izraeli, Amerika, nuk ka vend që nuk ka vënë pak dorë aty.